Përshëndetje, sot edhe një herë do të flas për Netanyahun dhe Donald Trump. Apo vizitën e Netanyahut në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por jo më për Organizatën e Kombeve të Bashkuara, sepse e kemi shpjeguar atë dështimin e turpshëm të Netanyahut në sallën e Organizatës e Kombeve të Bashkuara, ku një numër i madh i delegacioneve i fshkëlluan këhyri, e më pastaj kur u afrua tek foltorja, filluan të dalin jashtë dhe ja kthyn shpindën që në Izrael dhe në shumë vende të botës u cilësua si kthim shpinde Izraelit dhe jo Netanyahut. Pra, nëpërmes kryeministrit të Izraelit, Izraeli erdhi në një pozitë sa të mos dëgjohet halli apo shpjegimi të cilën e bëri me gojen e Netanyahut. Sot do të flas për Netanyahun në Washington, më saktësisht në shtëpinë e bardhë. Pritja se si u bë, përcjellja si u bë, çfarë u bisedua aty, çfarë u tha para gazetarëve nga të dy liderët në lidhje me planin e paqes gjithëpërfshirëse të cilët e ofroi, e prezantoi, e imponoi, më mirë të them, Donald Trump, dhe më pastaj implikimet të cilat do të shpërfaqen nga ky plan paqeje. S'do mend se pika e parë që duhet përmendur këtu është kërkimfalja nga kryeministri Netanyahu drejtuar homologut të tij të Katarit, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. Natyrisht me iniciativën dhe presionin e presidentit Donald Trump. Kjo kërkimfalje ka një rëndësi të madhe për sa i përket edhe implikimeve që do të ketë mësanej, edhe e rëndësishme është edhe për shkak të kohës kur u bë kjo kërkimfalje, por edhe për shkak të mesazheve që përcjell kërkimfalja e Netanyahut. Netanyahu, sipas gazetave, sipas mediave izraelite, kërkoi një kërkimfalje të rallë që ka mund të bëjë ndonjëherë Izraeli. Dikun e dëgjova apo e lexova në Shqip se kjo qenkësh kërkimfalja e parë e Izraelit, e një kryeministri Izraelit, andaj deri këtu ka ra katune. Deri këtu është dobësua Izraeli. Nuk është e vërtet. Nuk është kjo kërkimfalja e parë e Izraelit, ka bërë edhe më parë. Bile vet Netanyahu 3 herë ka kërku falje për gabimet e pakontrolluara të tij. Kërkimfalja e parë e tij është drejtuar mbretit të atëhershëm të Jordanisë, Husseini. Kërkimfalja e dytë i është bë homologut të tij, kryeministrit të atëhershëm të Turqisë, Recep Tayyip Erdogan, tani president, me rastin e Mavi Marmara, asaj anijes turke e cila kishte shkuar në ujrat e Gazës dhe tentonte ta shpërthente rrethimin për të dërguar ndihma qoftë edhe simbolike, pa të ndodhur vdekje, vrasje aty. Komandot e Izraelit nga helikopteri lëshohen në anije dhe e detyrojnë të kthehet mbrapa, nga ata pati edhe të vdekur, edhe të plagosur, një numër i madh i tyre të burgosur, dhe ju kujtohen ato pamje sigurisht, dhe sigurisht nuk e keni harruar edhe tjetrën se në atë anije Mavi Marmara të Turqisë ka pas edhe shqiptar nga Kosova. Me 9 shtator, Izraeli e bombardon Dohën, duke shënjestruar një kompleks banimi ku po qëndronin dhe po bisedonin, po negocionin liderët e Hamasit në lidhje me propozimin e Donald Trump për arritjen e ndonjë armpushimi të mundshëm midis Hamasit dhe Izraelit.
pikërisht në këtë kohë dhe pikërisht në këtë vend, F-35 e Izraelit, 10-15 thuhet se kanë qenë, të furnizuar me gasolin në qiell nga aeroplanet britanik që janë të dislokuar gjithashtu në Doha, e bombardojnë atë kompleks banimi për t'i dhënë fund spaku deri më tani mundësis së negociatave për paqe të mundshme midis palestinezëve dhe Izraelit, e fillimisht të një armëpushimi midis këtyre dy palëve ndërluftuese. Katari këtë sulm e konsideroi një agresion të pabes. Tekstualisht kryeministri Kataras e thot, sulmi i Izraelit ishte një agresion i pabes dhe një terrorizëm shtetëror që nuk do të lihet pa u dënuar. E drejta për kthimin e përgjigjes adekuate ndaj Izraelit është e rezervuar për ne. Pa të thënë kryeministri Katarit, e çfarë rezervime mund të bëj Katari, një shtet siç dihet si është, por e bëri diçka që ndikoi apo implikoi edhe ngjarjet e mbrëmshme në shtëpinë e bardhë. Katari u tërheq nga procesi i negocimit, sepse Izraeli në fakt kishte bombarduar vendin kryesor i cili me rekomandime e në bashkëpunim gjithashtu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës po udhëhecte procesin e negociatave midis Hamasit dhe Izraelit. Në këtë proces e dini se është i kyçur drejt për drejt edhe Egjipti, që është munduar ky vend dikur superfuqi e lindjes së mesme e sot pas ardhjes së Abdul Fattah al-Sisit në pushtet dihen fuqia e tij, dihet pozita e tij, dihet gjendja ekonomike atje dhe pozicionin në marrëdhënie ndërkombëtare të lindjes së mesme dhe në glob në përgjithësi. Megjithatë, edhe Egjipti dhe Katari kanë qenë dy vendet kryesore, ndërsa Turqia nga jashtë ka qenë një ndër promotorët kryesore për ndihmë, për të dalë në ndihmë palestinezëve, Gazës e shumë herë në bashkëpunim edhe me Arabinë Saudite dhe vendet të tjera muslimane. Shikuar në përgjithësi, ndihma më e fuqishme në arenën, në qarqe diplomatike, shumë herë duke i stopuar procese, shumë herë duke përdorur edhe karta presioni, të cilat shkaktojnë shqetësime psiqike, psikologjike në publikun izraelit dhe në politikën dhe diplomacinë izraelite, kanë ardhur këto presione nga Spanja, ndërsa në rrugë publiku me të madhe, shumë ma shumë është pa në vendet perëndimore, gjithandej në botë më pastaj, sesa të jetë pa diçka në vendet muslimane. Po, ka pas iniciativa të dilet në protesta, të kërkohet ndalja e luftës, ndonjëherë është dëgjuar edhe ndonjë zë në këto protesta e demonstrata edhe e kërkimi për të luftuar drejt për drejt me Izraelin, por me fol me modesti të them, pse në tokat islame arabe ka pas më pak dhe kanë qenë më pak indikative se në botën perëndimore, sepse e dini ju miq të respektuar se në vendet arabe dalja në protesta, marrja e qëndrimeve opozitare ndaj qeverive atje është sikur me shku në Han, krahasuar me vendet evropiane, bile edhe me neve në Kosovë. Po e kritikojmë ka një na, jo demokracia, jo liria e shprehurit, jo ata të cilët nuk e kanë hecë botën, ose që qëllimisht dojnë me e mjegullu këtë situatë, nuk e din se çka dënë të thot ndalim i liri, ose mohim i lirisë së shprehjes, ose mohim i aktivitetit të medjave, nuk e din. Andaj gjendjen në Kosovë herë e cilësojnë si një vend ku mediat nuk kanë të drejtë, nuk është ashtu.
konsiderohet ndër vendet më demokratike në botë sa i përket lirimit të mediave dhe aktivitetet të tjera. Në vendet arabe, edhe njëre po them, me u organizu demonstratat do të thot, ajo cilësohet me një si përpjekje, çfarë do qofshin ato, si përpjekje për rrëzimin e pushtetit, rrëzimi i pushtetit, sipas ligjeve në fuqi në ato vende, duhet të mbrohet me çdo mjet në dispozicion, duke i përdorur ndoshta edhe helikopteret, siç ndodhi në Egjipt. Atëherë në sheshin Rabiel Adevie kam fol ku 2500 egjiptas vritën sikur pulat dhe mbi 7000 plagosën nga breshërit e plumbave të mitralezve në ndërtesat për rreth dhe nga helikopteret e ushtrisë egjiptiane. Kjo gjendje pra, në përgjithësi e pruni punën që Katari po tërhiqet, procesi negociatave po bie poshtë, ndërsa premtimi i Donald Trump po shkon bosh. Andaj, në shtëpinë e bardhë, ndoshta në mënyrë të papritur për Netanyahun dhe delegacionin e tij, Trump vë mbi tavolin opcionin e kërkim faljes atje dhe ja qet 21 pika planin e paqes gjithëpërfshirëse në Gaza. Me njëherë Izraeli e pranon, me veti e kishte edhe ekipin negociues, ekipin e tij, në mesin e tyre edhe ministri për politika strategjike të Egjiptit dhe disa të tjerë që e pranojnë dhe më pastaj mbetet topi në fushën e palestinezëve Hamasit nëse e pranojnë apo jo. Gjihadi islamik sot e refuzon, thot është i papranuar, ndërsa Hamasi deklaron me njëherë mbrëm se do ta shqyrtojmë seriozisht. Katari sot i kthehet procesit të negocimit dhe pranon që së bashku me Izrael, me këtë Egjiptin, ta vazhdoj rolin e negociatorit midis palestinezëve dhe izraelitëve. Mirë po Katari tash e vënon një kushtëri. Thot, në masën në tavolinën e bisedimeve do të jetë Turqia. Kusht e vënon që të jetë Turqia. Ka ndonjë marrëveshje mes tyre dy vendeve apo jo, nuk e di, por që është një hap përpara i rolit dhe fuqisë së Turqisë të inkorporohet drejt për drejtë në rrjedhat e Gazës, siç është e inkorporuar në rrjedhat e përgjithshme të lindjes së mesme. Shpjegimi i sonshëm pra, i nisur nga kërkimfalja, do të kalon në disa momente të tjera. Unë përsa po e shoh minutazhen dhe do ta dëgjoj fjalën tuaj, se e shoh se ka shumë të cilët po kërkojnë prej meje ti bëj videot më të shkurta edhe nëse më të shpeshta. Unë ndoshta do të detyrohem, jo ndoshta, po do të detyrohem që 21 pikat e planit të shpjegoj në një video tjetër. Këto mund t'i përmendi disa prej tyre kalimthi, por një analizë ta quaj një analizë dhe në mënyrë për një shpjegim analitik se çfarë don të thot tekstualisht çdo pikë të cilën e vën shtëpia e bardhë, do ta bëjmë në video tjetër, duke e përmend një fjali këtu se janë disa pika të paqarta aty, janë disa pika të përsëritura. A është bo shpejt, a qëllimisht me bo mjegull, nuk e di, por do t'i mësoni në videon tjetër me izën e Zotit të madhreshëm. Dhe ato pika do t'i analizoj edhe duke marë për bazë përvojën time në leximin e marrëveshjeve ndërkombëtare. Disa prej tyre i kam shpjeguar në videot e mia këto,
jam pasionant i leximit të bandeve, neneve, anekseve që bëhen në politika ndërkombëtare midis shteteve në konflikt apo pas përfundimit të luftave. Marrëveshjen e Camp Davidit e kam shpjeguar në detajet më të imta. Ju kujtohet, edhe çfarë ka ndodhur para asaj, edhe përgjatë saj, edhe ku është majt, roli i Carterit, iniciativat paraprake të ambasadorëve larg syrit të politikave të dy shteteve, Egjiptit dhe Izraelit, pastaj edhe e kam shpjeguar marrëveshjen e Daytonit, po në lidhje me rastin e Bosnës. Unë jam të e pa se ka një ngjashmëri të madhe ky plani i paqes tani me marrëveshjen e Daytonit. Shiqoni, marrëveshja e Daytonit asnjë të mirë, asnjë të mirë nuk i ka sjell Bosnës. Hiq. Bosnën e kalon shtet sakat. Bosnës veç shtet nuk mund t'i thuhet. Aty serbët në një anë, kroatët, pastaj bosnjakët, e pengojnë njëri tjetrin deri në ato përmasa sa edhe ligjet apo vendimet më vitale, më të rëndësishme për Bosnën dhe qytetarët e Bosnës nuk mund t'i sjellin. Pra, bëhet e tillë që secili ta pengon njëri tjetrin dhe asnjëri mos ta ndihmon njëri tjetrin. Qendra Sarajeva aty që ka mbetë në dorën e muslimanëve, pak ka në dorë. Megjithatë, marrëveshja e Daytonit, a thash parzit asnjë të mirë, po asnjë të mirë pas ndërprerjes së luftës, deri në ditët e sotshme. Por e ka vetëm një të mirë paraprake të quaj. Kështu, ndaljen e luftës, ndarjen e gjakderdhjes, parandalimin e shfarosjes totale të muslimanëve në Bosnjë, qëllim të cilën e kishte në plan mbi tavolinë Miloševići dhe politika fashizoide e Serbisë. Ndalimi i luftës apo ndalja e luftës, shpëtimi nga shfarosja e bosnjakëve është e mira e vetme që ka dalë nga marrëveshja e Daytonit. Po e them këtë pra si një prizë nga ku mund të shikohet lirisht edhe plani i paqes të Donald Trump. Kur lexohen ato bandet aty mrena, ato nenet, shihet se i gjithë presioni është mbi palestinezët. Thua se ti palestinezët e kanë bo këtë gjërullti deri më tani, vrasjet e masakrat e gjenocidit, thotë se janë të e bo palestinezët. Palestinezëve ju vihet kusht për 72 orë, 3 deri në 4 ditë, sot është një lajm i ri që vjen nga shtëpia e bardhë, por që nuk flitet as pak për kohën se kur Izraeli do t'i plotësoj kushtet për arritjen e kësaj, tërheqjen nga aty. E keni pa një hartë, unë me që nuk po kam përvoj me i bo videot edhe me harta, me i analizu aty, juve vetëm dua të ju rikujtoj, e keni pa një hartë që ka dalë prej dje, vija e blu e kaltërt, pastaj e verdha, pastaj e kuqa, pastaj është ato me vija kështu për rreth kufirit të Gazës. Pra, vija blu është etapa e parë ose vija blu është aty ku është Izraeli tani, ushtria izraelite brenda Gazës, pastaj vija e dytë është ku do të tërhiqet në periudhën e parë, në etapën e parë, pastaj e kuqja në etapën e dytë, ndërsa ajo me vija ku do të jetë e rrethuar Gaza nga ushtria izraelite për parandalimin e çfarë do hyrje dalje që bie ndesh me interesat izraelite. Thjesht marrëveshja e Daytonit mund të mirët si një shkallë, si një lartësi nga ku lirisht shikoni tani tutje
edhe planin e Donald Trump. Megjithatë mund të jetë krejtësisht diçka e ndryshe. Megjithëse që dje, deri sot në mëngjes, pas namazit të sabahit, deri ka 6-7 i kam përcjellën krejt çka është duke u shkru, e kam përcjell situatën, mrenja, fotot, kam marak me i lexue ato lëvizjet protokolare të trupit të këmbëve, uljen, durt, hyrja, dalja, përcjellja, përshëndetja, pritja, krejt këto në shtëpinë e bardhë dhe në nivelet të larta e kanë peshën e tyre dhe e kanë gjuhën e tyre. Pra mimika e trupit, mimika e duarve, e syve, e buzëve, e gjuhës, e robeve, kur vdohet kravata, kur nohet kravata, e pritjeve, përcjelleve, të gjitha janë këto në fakt pjesë të gjuhës së përgjithshme diplomatike midis palëve kur ulen dhe bisedojnë. Megjithëse që thash, i kam lexuar me vëmendje këto, sot deri vonë krahas këtyre jam munduar të lexoj, të gjej këto punimet e ekspertëve kryesor në botë që flasin në lidhje me atë që ndodhi dje në shtëpinë e bardhë. Fal Allahut dhe falenderime abejes tem që më ka shty një 5-6 gjuhë po i dime dhe po kemi mundësi pastaj me e pa një çështje nga këndvështrime ndoshta krejtësisht ekstreme. Tabloja po del ma e plotësuar kur po i shikon ti mendimet kontrare, kontradiktore, cilat shkojnë paralel, cilat bien ndesh, cilat e mbështesin njëri tjetrin, të ekspertëve, shteteve, analizave të ndryshme. Dhe e thash këtë për ta thënë tani këtë që do ta dëgjoni. 2+1 janë mendimet kryesore në lidhje me rastin. I pari thot se Izraeli dështoi. Nuk arriti t'i kthej pengjet, megjithëse që Netanyahu boni luftë, i vrajti 68,800, sipas përfaqësuesës së Kombeve të Bashkuara për Gazën albanese, janë mbi 630.000 të vrarë, duke i llogaritur edhe ata 10 mijëra që kanë bet ende në ngërmadha dhe kanë bet në ngërmadha ato kufoma aty dhe të plagosur gjithashtu. Thjesht 30%, ma shumë se 30-35% e popullit të Gazës ka shkue. Megjithëse që shifra zyrtare flasin për 60.000 diçka e për diçka ma shumë se ka është të plagosur, po shifra nuk është me rëndësi tani këto derisa po e bëjmë këtë analizë. Njëra palë ekstreme, krahu ekstrem, thotë se Izraeli dështoi, s'mujti me i kthye pengjet, nuk mujti me shfaros Hamasin, e shkatroi Gazën dhe nuk boni gjë, pastaj nuk arriti atë që e premtonte vazhdimisht para publikut dhe qytetarëve Izraelit. Dhe u detyrua në fund që edhe t'i kërkoj falje Katarit, edhe të pranoj planin e paqes me Hamasin. Megjithëse aty në një nga nenët e marrëveshjes thotë se Hamasi nuk do të ketë rol udhëheqës politik në lindjen e mesme, sikur që nuk do të ketë as kjo në bregun perëndimor e Abbasit, Mahmud Abbasit, OÇP-ja si po jaroj emërtimin tash, kjo administrata palestineze, as këta, do të vinë disa të rije, Tony Blair do t'jetë aty, mishmash që pasha zotin, veç ata shka e kanë shkru, nashta e din qysh e kanë bohe, por për ndryshe shumë është e përzime, është interesante. Por
kryesorja, sikur të marrëveshja e Daytonit, ndoshta po ndalet lufta. E sidomos tani pas presionit të flotës Sumud që është ofruar ujrave të Gazës Izraelit për të bërë presion gjithë botnor i atyre 50 e tepër anije dhe me qindra të tjera që kanë shprehur gatishmërinë të shkojnë atje, që e detyruan Spanjën e më pastaj Italien me lonin në presion e pastaj Turqia i ka nisë anijet luftarake për të mbrojt apo për të intervenuar në rast se ndonjë problemi gjatë rrugës, thuhet. Pra, ky presion ka bërë që dhe pamundësia e Izraelit të shihet i dështuar. Ekstremi tjetër, në anën tjetër, thot se palestinezët fituan. Nuk arritën të bëjnë atë, nuk lejuan që Netanyahu të realizoj premtimet e tij, i treguan botës se kush janë palestinezët, i treguan botës qëndresën tonë dhe vendosmërinë tonë, me gjithë viktimat dhe dëshmorët, shuhada, shahidat e tonë që shkuan të Allahu, ne i treguam botës se jemi këto dhe ne do të jemi këto, si njerëz dhe si politik e ardhshme e Gazës. Pjesa tjetër me konotacione natyrisht pesimiste, flasin për një mashtrim të mundshëm, të madh që Donald Trump është duke ja bërë palestinezëve dhe arabëve. Për shkak se synimin e ka që kështu thon Spanjën, Gazën ta kthen një rivierë e Mediteranit e lindjes së mesme, synimin e ka dhe është e kërkuar botërisht mbase çmimin Nobel se ja unë e bëra paqen midis arabëve, andaj e quajti ngjarja më e rëndësishme në historinë e njerëzimit. Kjo është deklaratë e Donald Trump. Ngjarja më e rëndësishme në historinë e njerëzimit, që i bje me bo njeriun me mendue se a thua çfarë do të ndodh aty. A do të bohen vllazni ose kusheri, izraelitët dhe arabët, apo do të bëhet një shtet aty, apo do të bëhet një Amerikë e dytë, lindje e mesme, me quajtur ngjarja më e madhe në historinë e njerëzimit, ose është ndonjë, nëse guxoj me thonë për bosin e botës, ndonjë lapsus, siç i dëgjojmë herë, apo është diçka që ne, njerëzit e rëndomt, analistët, ekspertët, nuk arrim ta kuptojmë dot. Takimi aty shkoi jo siç e kishte pritur Netanyahu, me shpresat e tij se do ta arrijë atë që e ka synuar nga fillimi. Gjunjëzimin dhe asgjësimin fizik të Hamasit e tani edhe me ndonjë bekim tjetër. Duke ju bërë me dije me që të respektuar se një plan të paqes së tillë e pati ofruar edhe Joe Biden në janar të këtij viti, por Trump e cilësoi si diçka kurrë nuk u shtyje ai plan përpara, bile Trump e quaj, tha se Gaza do të shndrohet në një xhehenem të vërtet. Me pak ndryshime ai plan tani po i ofrohet Netanyahut dhe palestinezëve. Pritjet, takimet, dukjet aty, sidomos nga momenti kur Netanyahu shkoi në shtëpinë e bardhë, janë shenja se ka diçka vërtet që nuk është bashkrejt për qefi edhe për Izraelin. A mund të besoni se
Trumpi nuk doli të dera me pritën Netanyahun siç i pret zakonisht, derisa del pej makinës, por e la me prit 6 minuta në makinë aty, e tek pas 6 minutave ajo procedura zyrtare protokolare që Netanyahu hyri në shtëpinë e bardhë me 20 minuta vonesë. Një brël ta quaj, apo një shuplak nga shpinda e shuplakës i u dha qëndrimeve dhe politikave të Netanyahut. Çështja tjetër që vlen të analizohet këto në lidhje me rastin është edhe përcjellja që i u bë Netanyahut. Përderisa kur ke Erdogan leqe e priti në hyrje aty, një pritje jo shpesh e parë, kur përfundoi takimin në shtëpinë e bardhë, Donald Trump doli dhe e përcjelli Erdoganin deri te makina dhe përdore që është jashtë protokollit, përdore i përshëndeti dhe ju tha hajde u dha marr ju koft edhe të gjithë ministrave dhe antarëve të delegacionit të presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Një gjë e tillë nuk ndodhi me Netanyahun. Bile Netanyahun e përcjeli ajo zonja, shefja e protokollit të shtëpisë së bardhë, ja dha dorën, hini mrena aty dhe nëse ju kujtohet pamja, gazetarët rrin pak si larg atje dhe kur të kalon makina aty zakonisht e çelin dritaren. Ata musafirët që shkojnë për aty dhe i përshëndetin gazetarët. Nuk ndodhi me Netanyahun. Fare, pa i përshëndetur fare, pas makinës e Netanyahut ishte ai kombi, ai gjipja, si me qujt, ku ishin vendosur ministrat dhe antarët e delegacionit apo të ekipit të Netanyahut. Edhe ata kush nuk përshëndeti, u larguan nga aty që japin shenja të forta se aty nuk ka shku puna si dohet. Megjithatë, edhe nëse këto lexime, megjithëse që këto lexime janë pjesë e negociatave, janë shenja të asaj çfarë ka ndodhur dhe çfarë ka mund të ndodhë, çfarë implikime do të jenë më shumë, ajo që Izraeli e dëshiron kësaj radhe është, me që po i bjen në prahën si asnjëherë më parë Donald Trumpit dhe Shteteve të Bashkuara të Amerikës, e rëndësishme janë 21 pikat të planit të cilën e paraqiti Donald Trump. Këto janë me rëndësi për Netanyahun. Kthimi i kufomave të robërve, të ndaluarve apo robërve Izraelit në dorën e Hamasit dhe të gjallëve të cilët ende është duke i majt Hamasi. Dhe prapë po e them, hala nuk po muj me kuptue. 312 km katror. Shpesh po e përmeni Gilan Prishtin 47 km. 42 është gat aty. 8 km dhe 11 km është gjanë rripi i Gazës. Ku janë të nejt ata robë? Si është e mundët? Qush nuk po muj mi gjetë? është bombardue shtëpi, dyqan, veç shërbim, shkoll, ku janë të i maj që ata të mbajtër? Ku janë të nejt Hamasi? Ku janë të nejt ushtarët e gjihadit islamik dhe brigadat Izudin El Kasam? Diçka e pabesueshme. Për një me kam pas shumë dëshirë që nëse ka të tillë, ndonjë ekspert ushtarak shqiptar këto apo në Shqipëri të del dhe ta shpjegon me terme teknike, ama që me marrë vesh nga qytetarët e thjesht, se çka është të ndodhë në Gaza, si është e mundën, mos të më thojnë mu e lufta guerilla është kështu e me erane, se lufta me tanka, ato i din edhe fëmia. Jo, me treguse që si është e mundën. 60.000 ushtar i ka pasën
Hamasi. Hamasi është lëvizje politike islame. Hamasi nuk lufton aty, po lufton krahu militant i lëvizjes politike, siç është brigadat Izzuddin el-Qassam. Hamasi përfaqëson frymën politike, është lëvizje politike, ndërsa brigadat Izzuddin el-Qassam janë militantët, janë ushtarët e Hamasit. Sido që tjetë, me rëndësi, shpresoj dalë dikush edhe ta shpjegon. Unë besoj se kanë shqiptarët ekspert, që mujnë me i shpjegu këto, dhe po kërkoj botërisht, po kërkoj edhe nga jo ti lajmëroni për kërkesën, lutjen time, po dua ta dëgjoj shqip diken me e shpjegua se si është e mundën kjo luftë, kaq disproporcionale. Çdo 8 minuta hedhet nga një bombë tonelaçe. S'ka me gjao pa u shpjegu, pa u shkatru, dhe ende janë të fortë dhe ende insistojnë se ne do ta vazhdojmë luftën dhe se me dhjetëra mira të tjerë, po presin në rend për t'ju bashkangjitur radhëve të brigadave Izzuddin el-Qassam. Marrëveshja, thash, do ta shpjegoj në një video tjetër, u bën në 30 minuta, marrëveshja në nenin e parë të saj thotë se Gaza do të jetë një zonë e deradikalizuar dhe pa terror që nuk përbën kërcënim për fqinjet e saj. Dhe Gaza do të rindërtohet për të mirën e popullit të saj. Nuk po shkoj më shumë. Deradikalizim. Shiqani, deradikalizim. Pra, nuk do të ketë lëvizje radikale, që në fjalin e parë, në nenin e parë të këtij planit të paqes, atakohet Hamasi, që më pastaj edhe shpjegohet se Hamasi, pastaj autoriteti palestinez, tash e gjeta shprehjen që s'u ndesha, autoriteti palestinez i udhëhequr nga Mahmud Abbasi dhe lëvizjet politike të tjera, të cilat kanë qenë evidente deri më tani në Gaza dhe Palestinë, nuk do të marrin pjesë në Gaza. Gjithë kjo tregon diçka që le për me dyshu shumë gjana. Heq ma larkë se sot, e gjithë që priti se kur Netanyahu do të kthehet në Tel Aviv, do të presin protestat të mëdha, kundërshtime të mëdha dhe rreziqe të mëdha, Netanyahu heq ma larkë se sot, e tha ato shka aty në shtëpinë e bardhë, nuk e tha. Nuk pajtohem me krimin e shtetit palestinez dhe nuk do të ketë shtet palestinez. Si pas asaj që kuptohej në shtëpinë e bardhë, po, nuk o tha se do të ketë shtet palestinez. Tash është u bukejt lufta, mundal lufta me hije ndimat, edhe pengjet izraelite me shku atje dhe të burgosurit 18.000 të burgosur izraelit në burgjet e Izraelit të kthehen këto. Ajo çka me cilën dua ta përfundoj është, me rëndësi është, mbajeni mend, miq, e ardhmja e Gazës dhe Palestinës varet shumë edhe nga lideri që do të jepet e drejta për të udhëhequr Palestinën dhe palestinezët. Nëse Berguthi, i cili është duke i dënuar i përjetshëm në burgjet e Izraelit, nëse ai do të jetë në listën që do t'i kërkon Hamasit të lirohen nga burgjet izraelite, se Hamasi ka me quë listën cilët me u lirue, janë një 250 aty të dënuar përjetshëm. Nëse Berguthi është në atë listë, unë mendoj se do të lexojmë së bashku se është një njetë i mirë brenda palestinezve për një bashkim të mundshëm që të ketë dritë dhe të ketë frymë dhe të ketë jetë në mesin e palestinezve dhe
atje. Nëse Arabia Saudite insiston në Al-Sheikhin, që është zëvendës i Mahmud Abbasit, a i të jetë, apo nëse Imaratet insistojnë që të jetë Dahlani, e që Turqia nuk e do, Dahlani, se Dahlani, ai palestinezi që është në Emiratet e Bashkuara, a ju përzi diçka brenda Turqisë, i boni disa u fal atëherë se kanë ndihmuar disa organizma terrorist për ta tendosur Turqinë, dhe Turqia kërkoi pastaj nga Emiratet, u preshen me Emiratet. Nëse Emiratet kërkojnë Dahlani të jetë, e Arabia Saudite Al-Sheikhi, dhe nëse Hamasi nuk kërkon që Berguthi të jetë lider i arshëm i palestinezve, krahas këtyre të huajve që të akomodohen, problem është aty se do të ketë paqe. Dhe për fund të fundit, njëjtë si që ka ndodhë në Kosovë, dhe si që ndodhë zakonisht pas luftrave dhe aty ku fuqit e mëdha, nuk i vjesin banorët, por vendosin vetë si pas interesave të tyre, njëjtë për ndodhë edhe në Gaza. Kosovës e detyruan UÇK-jën të dorëzoj armët, i djegën dikon me një grop qyreqit, krejt bo. Nuk ja dhanë të drejtën e Ministrisë së Jashtme, Ministrinë e mbrojtje e sen e kënej do të janë krejt në dorën e NATO-s, s'ka ushtri Kosova, pastaj policia do të fillohet nga zero, së që s'ka pas kur policë në Kosovë, nga zero filluan policët e ri, me ka 3 muj shkollë dilnin policë, thjesht u kriju diçka që nuk ka qenë kur, diçka prej zeros. Njëjtë kështu është duke u punuar edhe në Gaza. Se a do të jetë fati i Gazës i mirë më pastaj, si fati i neve në Kosovë, Allahu alem. Në videon e radhës do t'i shpjegoj në mënyrë analitike, fjalë për fjalë, 21 pikat e kësaj, për ta kuptuar jo saksisht se çfarë është duke dashur Amerika, Donald Trump, çfarë nuk po do Izraeli, dhe si do të shkilen në qafë edhe njëherë palestinezët heroik në Gaza dhe në gjithë teritoret palestineze. Deri atëherë, natën e mirë.